Jemi rikthyer. Kreu I Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, denoncoi të njëjtën rastet që sipas tij dëshmojnë manipulimin e zgjedhjeve në fshatin Pekish të Elbasanit. Në një konferencë për mediat, Berisha shfaqi një video ku sipas tij janë gjetur materiale zgjedhore dhe sasi të konsiderueshme narko-euro në barin e kryeplagut të fshatit Dervish Beqiri, I cili është vëzhgues I besuar I Partisë Socialiste. Berisha përsëriti se PD nuk do t'i njohë këto zgjedhje që sipas tij janë një farsë elektorale, ndërsa theksoi se vetmja zgjidhje është krijimi I një qeverie teknike dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja ku qytetarët të votojnë të lirë. Këto zgjedhje kurrë nuk do të njihen. Ato që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve vullnetin e tyre gabojnë. Ka vetëm një zgjidhje, krijimi I një qeverie teknike dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja ku shqiptarët të votojnë të lirë. Kemi me qindra dokumente të shkatërimit të procesit zgjedhor. Kjo është farsa e vërtetë elektorale. Do të qëndrojmë në të gjithë fuqinë tonë që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë dhe jo në farsa të turpshme elektorale të njëjta me ato të Zimbabwe 30 vjet më parë. Gjithçka janë rezultate të paracaktuara, ku kuti votimi kanë nga 200 fletë, njëra pas tjetrës, kanë të njëjtën palosje, tha Berisha mes të tjerash në këtë konferencë për Shtyp. Mbi deklaratat e Berishës për qeveri teknike, por jo vetëm, do të bashkëbisedojmë me kënaqësi me zotin Përparim Caca dhe zotin Besar Logu, të dy njerëz të ligjit. Ju përshëndes, faleminderit që gjetët pak kohë. Avokat Caca, doja t'ju pyesja ju, fillimisht për propozimin e zotit Berisha, zgjedhje të reja edhe qeveri teknike. Sa e mundur është kjo? Praktikisht është pothuajse pa mundur në rastin konkret. Megjithatë ne jemi akoma në pritje të raportit përfundimtar të OSVE-Odirit, që ne dim gjithmonë që nuk është asgjë më tepër se sa një komplementim, po themi, I raportit paraprak dhe ne në Shqipëri jemi mësuar që nëse nuk ka një certifikim, po themi, të zgjedhjeve nga faktori ndërkombëtar, normalisht ato zgjedhjen quhen nul. Por gjasat nuk duket një gjë të tillë. Ky lloj artikulimi që ka zoti Berisha në lidhje me faktin nëse do duhet kemi qeveri teknike apo zgjedhje të reja, besoj që do duhet të mbështetet domosdoshmërisht nga ndërkombëtarët. Nëse do t'i ndajmë në dy pjesë ndërkombëtarët, pra pjesën europiane për Europën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, besoj që nga pjesa e parë tashmë kemi një përfundim, kemi ato përqafimet dhe të gjitha ato elozhet që u bën në tapetin e kuq në summitin që sapo përfundohet në Tiranë, ndërsa për sa I përket të Shtetit Bashkuara të Amerikës jemi në pritje. Minimalisht deri tani kemi një heshtje dhe si nga ambasada, po ashtu dhe nga institucionet tjera të Shtetit Bashkuara. Kështu që nuk e shoh paktën duke qenë me këmbë në tokë në kuptimin e real politikës. Pra për momentin besoj që një kërkesë e tillë absolutisht është kërkesë politike, ishte e pritshme nga zoti Berisha në humbjen që pati, por ama, ose më mirë themi Partia Demokratike, që absolutisht jemi të gjithë dakord që ka pasur vjedhje, madje në mas, ka pasur gabitet votës, dhe kjo ishte e pritshme. Se çfarë u bë, po themi, para këtyre zgjedhjeve, kjo është një histori tjetër, dhe ose më mirë themi, unë kam artikuluar këtë ditë që ajo që ka mbjellur opozita më thënë drejtën u kor pikërisht me 11 maj. Dhe ne do të merremi me ato se çfarë bëm ne mirë dhe çfarë nuk bëm mirë. E ke fjalën për dakordsinë, për kodin zgjedhor. Ajo që do bënte maxhoranca dije, pra nuk është se ka ndonjë për mendimin tim ndonjë surprizë. Dije më ka bërë gjithmonë kthimin e administratës publike në administratë zgjedhore. Në mënyrë absolute me kodin zgjedhor, me atë metodën e famshme D'Hondt, në mënyrën se si është përcaktuar dhe mos artikulimi ose mirë themi mos bërja e kërkesës për ndryshimin e kodit zgjedhor përpara zgjedhjeve për mua nuk e kam kuptuar asnjëherë. Kemi pasur një kod zgjedhor I cili ka qenë absolutisht të kundër interesave të opozitës. Dhe kjo ishte e padiskutueshme. Vetë tashmë ngret të gjithë alarmin. 13 mandate janë marrë në tavolinë nga maxhoranca. Vetëm me këtë lloj po themi metodës, mirë themi këtë kod zgjedhor. Dhe tashmë bëjmë gjithë ato, po themi, të habiturin, kur në fakt gjërat dihesin. Që do grabiste zgjedhje, do blente vota, do bënte aty etj. Dhe pavarësisht impejimit që pati, mund ta quajmë të jashtëzakonshëm, nuk e di se sa konkret ose mirë themi eficient ishte I spakut, përsëri pati absolutisht shitblerët votës, është një fenomen që nuk është e lehtë, po për mendimin tim ta luftosh, mund krijosh sa duhesh ta sforca,
Ndërsa për pjesët e tjera, absolutisht faktori kryesor ka qenë sepse kjo qeveri, kjo maxhorancë në mënyrë absolute fut duar tek votat. Kjo është e padiskutueshme. Pastaj faktorët e tjerë do të duhet të gjendan brenda po themi opozitës dhe leadershipit të saj. Qartë, avokat Xhata, pavarësisht kohës se kur duhet u zgjidhte gjitha kjo për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme, diçka e tillë nuk ja mohon të drejtën opozitës, Partisë Demokratike, që të paraqes dokumenta edhe faktet edhe të shkojë deri në fund apo jo. Nëse pretendon se është bërë farsë edhe masakër zgjedhore. Patjetër. Madje ne jemi jurist, nëse Po pra, realisht jo më kod zgjodha që të bashkëbisedojmë me të dy ju. Aty do të bënin që këto zgjedhje absolutisht nëse do faktoheshin, pra faktet janë të rëndësishme të faktoheshin në kuptimin e atyre veprave penale në të cilat po themi dihet tashmë në kuptimin e krimeve zgjedhore, jo në kuptimin po themi përciptas, por krime zgjedhore të mirëfillte të cilat kanë qenë aq të rënda në gjitha qarqet, sa do ta bënin nul, po themi, do t'i bënin nul këto zgjedhje për të ripërsëritur. Këtu absolutisht jemi dakord. A do të jemi në gjendje ta bëjmë gjë të tillë? A do të jetë në gjendje opozita ti faktoj pikërisht të shkelje dhe mos qëndroj vetëm thjesht në kuptim deklaratave? Kjo është e gjitha për të parë. Patjetër që po, edhe iniciativa duket se janë serioze. Ditën e sotme zoti Berisha i ka denoncuar, sipas tij me fakte dhe me prova, i bën kërkesë KQZ-s që të mos i certifikojë, por ndërkohë 2 ditë më parë, në mos gaboja, ditën e djeshme është dërguar edhe një dokument me të gjitha manipulimet e dokumentuara nga ana e Partisë Demokratike drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Besar, doja dija diçka më shumë në lidhje me këtë raport, në lidhje me këto dokumenta që janë çuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kujt i janë drejtuar ato dhe çfarë synon Partia Demokratike të arrijë nëpërmjet këtij dokumenti? Atëherë, sa i përket masakrës zgjedhore, dita ditës po provohet që nuk është thjesht një pretendim i Partisë Demokratike, apo si shumë analistë pranë qeverisë e lënë si justifikim i humbjes zgjedhjeve. Masakra zgjedhore është fakt, pra nuk është thjesht pretendim, është fakt, po provohet çdo ditë e më shumë fakti që rezultati i zgjedhjeve të 11 majit është manipuluar. Vullneti i zgjedhjeve shqiptar është i trysnuar, është tjetërsuar. Kështu, prezenca, raportimi, parvëzhgimi, dhe më pas raportimi i ndërhyrjes në rezultat zgjedhor konsiston në disa drejtime. Prezenca e krimit organizuar, ndërhyrja direkte e krimit organizuar. Po të shohim ka qarku Shkodër, qarku Durrës, qarku Elbasan, Fier dhe Vlorë, ka prezencë të krimit organizuar. Ndryshe ka ndodhur në qarkun Lezhë, ku 2 eksponent pranë Partisë Socialiste, i ndjeri Ardian Nikulaj që u vra nga i portugezi dhe ish deputeti Arben Noka, nuk ndodhen dhe nuk kanë pas aktivitet partijak në këtë qark. Në këtë qark edhe dukshëm Partia Demokratike para, si forcë para. Plani tjetër është përdorimi i administratës shtetërore, burimeve, financiare. Nëse përmende qytete, edhe në Krujë ka pasur rezultat mirë apo jo? Çfarë mund themi për këtë zonë? Por sepse dhe rrahët e sakitet nuk janë përfshirë në fshat. Tani, do të edhe në mirë ditë, se isha tek pika 2 tek përdorimi i administratës publike dhe burimeve shtetërore, qofshin financiare apo ligjore. Besar, të lutem. Do doja shumë që të më thoje çfarë po ndodh me dokumentin që është dërguar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se raportimet, le themi pretendimet për përdorimin e administratës e kemi dëgjuar edhe gjatë ditës sotme nga zoti Berisha, por edhe nga eksponentë të tjerë. Të lutem që të menaxhojmë sa më mirë minutazhin. Bashkitë ku drejton Partia Demokratike si subjekt garues në 11 maj ka dalë forcë e parë. Pra, përveç fakteve që kemi të përfshirjes së administratës dhe përdorimit dhe trysnisë saj, ne bëjmë dhe një lexim mbrapsht. Aty ku është Partia Demokratike nuk ka arritur dot pushteti qendror të deportojë dhe të trysnojë. Nuk po ndalim në pika të tjera, sa i përket shkresës apo informacionit.
Partia Demokratike tashmë nëpërmjet kompanisë Continental ka lidhur ura bashkëpunimi dhe janë hapur ato dyrë të cilat ish lobistorës në Departament Shtetit janë mbylli Partisë Demokratike. Dhe sot Partia Demokratike ka kontakte me Departamentin e Shtetit. Pra dokumenti për manipulimin e zgjedhjeve është dërguar në Departament Shtetit? Pa diskutim. Në dijenin time, në kontakte që ka pas Partia Demokratike, i është kërkuar qoftë se ju pretendoni që zgjedhjet janë manipuluar, na sillni prova lidhe me këto pretendime. Dhe Partia Demokratike, sa për informacion, ka pas ngritur një grup task force në Seli dhe është monitoruar strukturat vendore janë porositur që të monitorohet çdo funksionar, çdo element që ble votën, çdo lëvizje dyshim. Keni prova, keni materiale filmike? Pa diskutim ka foto, materiale filmike, ka shkresa, ka çdo gjë që provon përfshirjen e administratës e krimit organizuar në këtë zgjedhje. Partia Demokratike nuk ka qëndruar duar kryq. Do t'i dërgoni në SPAK, Besart? Po, më gjon. Po, të gjoj, do t'i dërgoni në SPAK? Po, pa diskutim, janë referuar dhe në SPAK, sipas kompetencës lëndore, janë referuar dhe prokurive të rrethit, janë referuar dhe Departament Administratës Publike, të gjitha shkeljet, qofshin këto civile, administrative, penale, janë referuar institucioneve se në fund të ditës Partia Demokratike mund të ketë pretendime për çdo institucion ligjzbatues, por gjithsesi Partia Demokratike ruan kulturën institucionale dhe i referon rastet jo vetëm politikisht, pra jo vetëm të trajtohen politikisht, por dhe juridikisht dhe në mënyrë institucionale ashtu siç e kërkon ligji. Kështu që Partia Demokratike ka qenë i vetmi subjekt garues në këtë zgjedhje, që ka luajtur rolin e garantit të rregullave të lojës, të garimit, por siç dihet tashmë dhe siç po provohet çdo ditë që Partia Socialiste nuk një rregulla, që Partia Socialiste pas ka qeverisur mirë dhe do populli, pse përfshihet në të tilla episodesh? Kjo është një pyetje që Mamërmenja media do t'ja drejtojë çdo profesues Partisë Socialiste. Pse duhen bandat? Kush e priti sekretarin e përgjithshëm në Vor? A e pritën profesues bandat? A e kishte Bexhen e Partisë Socialiste? A sa u detyruar Celibashi i revokoi të gjitha autorizimet për ato qendra votimi? Kush e rrau sekretarin e KZAZ-s në Kashar, që ishte i Partisë Demokratike? Ai banditi që rrute votat e çunit Çifës. Të nuk janë gjëra, a u miratu VKM-ja 2 ditë para zgjedhjeve për faljen e xhopave. Nuk lejohet më lirë çdo vendimarrje me efekte financiare. Nuk lejohet gjatë periudhës së ndalimit zgjedhor, që është 4 muaj para datës zgjedhjeve. Çfarë do thotë? Nga 11 janari deri më 11 maj, asnjë tender, asnjë leje ndërtimi, asnjë vendimarrje. Ju dha leja ndërtimi hajrave, kush ishin këto në Shijak? Partia Demokratike i ka denoncuar. Janë fakte këto, këto janë fakte të ndërhyrjes. Qartë. Nuk më kutit si dikur më, si në 2000. E kuptova. Besart, ju thatë... Se nuk dhe manipulimi i votës. Po, ju thatë dokumentin për manipulimin e votës e keni dërguar Departamentit Amerikan të Shtetit. Keni një përgjigje prej tyre dhe kujt ja kërkoni këtë qeverin teknike, se nëse ja kërkoni majorancës, ma do mendja betejën e keni të humbur. Atëherë, Ilir, nuk janë bot fjalë për politikë, bot fjalë për partner, bot fjalë për ndërhyrje dhe lobim në kuptimin e turistisë. Pra, qeverin teknike ja kërkoni partnerve që nëpërmjet fuqisë së tyre t'ju ushtrojnë presion majorancës apo jo. Tani në këtë pikë keni një përgjigje prej tyre se kaluan ca ditë. Rasti po trajtohet. Përgjigjja normalisht do vinë nëpërmjet reagimit zyrtar, se nuk është se kemi hyrë në marrëdhënie me bashkinë Rogozhin dhe presim një përgjigje nga bashkia Rogozhin se çfarë do na thonë lidhur me këtë kërkesë. Kështu që përgjigjja e Departamentit të Shtetit, këtë rast do jetë në formë reagimit, por dhe të marrëdhënies do ngrej me Partinë Socialiste. Besar, tu dhe me diçka tjetër, e njeh mirë ligjin.
ky reagimi, qoftë edhe i Departamentit Amerikan Shtetit apo aleatëve të Partisë Demokratike, duhet vi përpara certifikimit apo vjen mbas certifikimit? Cila është procedura që ndiqet? Rëndësi ka për Partinë Demokratike që vullneti i partnerëve të jetë në të njëjtën emërues të përbashkët me vullnetin e Partisë Demokratike, që zgjedhjet janë tjetërsuar, janë manipuluar dhe nuk është vullneti real i zgjedhësve. Partia Demokratike nuk kërkon pushtet tavolinë. Partia Demokratike kërkon rregulla loje. Kaq. Po pse si vendosi tek kryesa e kodit zgjedhor, Besart? Urdhëro? Pse nuk i vendosi tek kryesa për kodin zgjedhor? Atëherë, lidhe me po flet për ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor. Po. Në pozitat që ishte Partia Demokratike në kohën e shkurtër, në trajtimit të propozimeve, por dhe të miratimit dhe të implementimit, nuk është se Partia Demokratike ka një Partia Demokratike ishte në pozitën e opozitës, sido që tjetë, e dobët apo e fortë, nuk mund bëhet pjesë e lojës majorancës. Apo jo? Jo. Partia Demokratike nuk duhet të pranojë më diskutimin e amendimeve të kodit zgjedhor në limitet e kohës së ndërhyrjes. Pra, jo më është Ilir. Qartë, po avokat, për ty. Shiko, se shumë rëndësishëm të saksojmë një gjë. Të bëjmë pak retrospektiv. Po. Vetëm në vitin 92, për mendimin tim, janë njohur zgjedhjet në Shqipëri. Kur nuk janë njohur, si nga njëra palë dhe nga pala tjetër. Nuk po e kujtoj 96-ën që madje pretendohet që jemi në tjetër situatë për i përsëritjen e zgjedhjeve. Nuk ka ndodhur në 97-ën, nuk ka ndodhur në 2000-shin, 2001. Merrni çfarë do lloj zgjedhjesh, nuk e njoh. Madje nëse doni, në 2009-ën, kur Edi Rama fatikisht ishte në krye të Partisë Socialiste, nuk i njohu zgjedhjet, madje ishte ai slogani hap kutit ose largohu, nëse ju kujtohet. Po. Pra, as Edi Rama nuk i ka njohur zgjedhjet. Nuk po flas për 2011-ën ku ishte kryebashkiak dhe humbi zgjedhjet. Pra, është pak e vështirë të njohësh zgjedhjet në Shqipëri. Në aspektin institucional, do duhet jemi pak të saktë. Institucioni që certifikon zgjedhjet është KQZ-ja. Po. Pasi përfundojnë të gjitha ankimimet në gjitha instancat apo hallkat gjyqësore që ka brenda së pari Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më pas deri në Kolegj Zgjedhor. Më pas besoj që do kemi raportin ose Beodirit, i cili do t'japi një verdikt i cili ka të njëjtën refren. Zgjedhjet në Shqipëri kanë një hap para dhe dy hap mbrapa. Kështu do jetë edhe këtu. Dhe diferenca ose më themi pyetja që bëhet është pikërisht kjo. Kërkojnë që a janë apo nuk janë zgjedhjet e ndershme, apo zgjedhjet e kanë kaluar klasën pra në kuptimin që a janë apo nuk janë të rregullta. Është një koncept tjetër. Nëse më pyesni, kanë qenë të ndershme këto zgjedhje? Absolutisht jo. Të pabarabarta, quheni si doni, po vetëm të ndershme nuk kanë qenë. Pastaj nëse janë e kalojnë klasën apo jo, në kuptimin e rregullsisë, unë besoj që do jenë institucionet që do flasin, dhe pse jo dhe faktori ndërkombëtar. Dhe nëse ne do kemi pikërisht një përqafim të, po themi, të idesë ose pretendimeve që ka opozita në Departamentin e Shtetit, për të dhënë një monitor kësaj majorancë, kësaj qeverie, Shtetit shqiptar që zgjedhjet nuk mund të konsiderohen as të rregullta, atëherë normalisht do shkojmë deri te ripërsëritja e zgjedhjeve. Kjo është pak për i sigurt, pavarësisht që faktori ndërkombëtar në kuptimin faktori evropian e ka dhënë, po themi, bekimin për këto zgjedhje, por ajo çfarë do thotë Washingtoni ose më themi Departamenti i Shtetit do të jetë absolutisht shumë i rëndësishëm për fatin e këtyre zgjedhjeve. Besoj që gjithë dorëzohemi përpara, po themi, Shtetit Bashkuar të Amerikës kur vjen puna kur ata vendosin pikën mbi i, sidomos për sa i përket një proces elektoral, siç është ai që sapo kalua. Kështu që do duhet i dallojmë të dyja gjërat. Institucionet tashmë po bëjnë punën e tyre dhe opozita absolutisht ajo që ne po them dhe po kërkoj ta fus po themi në këtë hulli edhe kolegun tim, mikun tim Logu, është kjo. Mos ngatrojmë pjesën e alibisë të justifikimit të humbjes së zgjedhjeve me pjesën e faktimit apo të provave për manipulim zgjedhor, të cilët ose më themi do të jetë në atë nivel që këto zgjedhje nuk janë të pranueshme. Pra,
të cilët nuk mund të jenë të rregullt. Pra, do të na thuash avokat që brenda kësaj humbje janë një sër faktorësh, duke nisur që nga manipulimi nga ana e Partisë Socialiste. Tani, nëse opozita del, shiko, nëse opozita del dhe thotë që shiko, ne bëm gjithçka mirë në mënyrë perfekte, listat, fushata, gjithçka etj. I vetmi problemi ishte që na vënë zgjedhje. E kuptova. Nuk është e vërtetë. Këtu do të vijë edhe unë me pyetjen time. Avokat, ju jeni djathtë, keni qenë gjithkohën kritik në fakt gjatë tyre proceseve të vështira që ka kaluar Partia Demokratike gjatë tyre muajve edhe viteve, po duam. Për te i denoncimit, që patjetër është e drejtë e saj, dokumentimit edhe aliancat që do të tentoj gjatë gjithë kohës të ketë me ndërkombëtarët, cili proces duhet të përshkrojë, në cilin proces duhet të kalojë tashmë Partia Demokratike, pas dokumentimit, patjetër? Avokat, për ty, Çaça. Po. Atëherë unë mendoj që Partia Demokratike pavarësisht nga gjë duhet bëjë një analizë. Minimalisht, nuk mund të thuhet që shiko se ne nuk bëjmë analizë, sepse çdo gjë ka shkuar ashtu se duhet. Jo, këtij procesi do duhet të bëhet analizë për mendimin tim në 12 qarqe. Çfarë funksionoi? Çfarë ndodhi në Fier? Çfarë ndodhi në Elbasan? Ku ne minimalisht kemi pasur rezultat pak më të mirë, të paktën minimalisht. Çfarë ndodhi në vende të tjera? Pse jo edhe në Shkodër? Nuk e di. Apo kudo që realisht në çfarë ndodhi në Dibër? E kuptova. Çfarë ndodhi në Tiranë? Mirë, avokat, ta bëj pyetje ndryshe. Duhet ketë këtë proces analize edhe reflektimi, pastaj ndoshta rishikimi nëse duhet jetë ende në drejtimin e Partisë Demokratike zoti Berisha apo jo, apo duhet të dorëhiqet zoti Berisha dhe pastaj t'i futemi këtij procesi. Jo, denoncimi, nuk është ngritur ky problem, nuk është problem ikën apo sikën zoti Berisha. Nëse don zoti Berisha mund të rri aty derisa të jetë gjatë, kjo është e padiskutueshme, nuk është as nuk e çoj ndërmend, nuk ka lidhje kjo. Unë jam duke thënë tjetër gjë. Çdo lloj procesi kalon gjithmonë pa analizë, ose bëhet një analizë thjesht për të kaluar radhë. Problemi është a do ulemi një herë të themi ore, kemi bërë ndonjë gabim, a duhet të sistemojmë ndonjë gjë, a duhet të rregullojmë ndonjë gjë, sepse pas 2 vjetësh janë zgjedhje lokale. Ky është problemi. Dhe tjetra, çfarë do ndodhi pra, sepse nga njëra anë themi nuk njohim zgjedhjet, dhe nga ana tjetër shkojmë betohemi në parlament. A do hym në parlament? Pra janë gjitha çështje që do duhet të adresohen nga Partia Demokratike. Dhe nuk është se ka shumë kohë për ta bërë këtë. Paralelisht me këtë, të gjitha strukturat e partisë të qarqe, drejtuesit që kanë qenë të qarqe, do duhet të mbledhin prova të në lidhje me ato që ne kemi quajtur ose është quajtur nga opozita, grabitje, manipulim zgjedhor, apo gjithçka tjetër që të faktojë që kanë qenë kaq të mëdha, kaq të jashtëzakonshme, po themi këto vjedhje ose kjo grabitje, sa që i bën zgjedhjet nul. Dhe këta zgjedhje nuk mund të quhen minimalisht të pranueshme apo të rregullta. Këto dyja do duhet të bëhen paralelisht. Nëse ne themi që kemi qenë të shkëlqyer, kemi qenë të jashtëzakonshëm, thjesht ndaj vollën etj, për mendimin tim thjesht ngopemi me luk bosh, edhe vinë zgjedhjet e tjera dhe vazhdojmë po me këtë ritëm. Po, Besar. Kjo është për të vendosur pikat mbi edhe mbi veten, pa diskutim që gjëja e parë do të jetë denoncimi me fakte dhe me prova i asaj që quhet masakër zgjedhore. Por kjo nuk e çbën për mendimin tim edhe faktin që nuk ka shkuar gjithçka mirë në kampin opozitar. Jo gjithçka ka qenë e përllogaritur. Strategjia nuk ka qenë e duhura dhe për këtë ka përgjegjësi. Po për këtë kush mban përgjegjësi? Drejtuesit e qarqeve, vetëm ata. Forumet e partisë. E kuptova. Po, sepse kemi edhe diçka tjetër, shiko, është një element. Tomora Lizoti, Gazmend Bardhi, të cilët janë 2 figura shumë të rëndësishme për mendimin tim të Partisë Demokratike, me rezultatin që mund të jenë edhe, po themi, mund të ishin edhe zërat ndryshe, po themi në këtë moment analize, me rezultatin që kanë marrë, as nuk legjitimon fare, as të kundërshtojnë dhe as të flasin. Pjesa tjetër e dim shumë mirë që është kasta e vjetër që tashmë janë deputet, dhe këtu mos pritin që të ketë në zë ndryshe. Tu thjesht të gjithë do duhet të krasin, leadershipin dhe të vazhdojnë për këtu. Puna është, a duhet bënë analizë, po apo jo? Nëse s'duhet ta bëjnë, çfarë problemi ka? Shqiptarët shohin këtu janë. Ma do mendja që analiza do të bëhet edhe dokumentimi i fakteve që ka Partia Demokratike, po çfarë do të ndodhë me leadershipin? Besart, a duhet të dorëhiqet zoti Berisha në gjykimin tonë? Shkurt 2 fjali, nga çfarë tha Papi, pa diskutim Partia Demokratike po ndjek të gjitha procedurat
e ankinimit të rezultateve përfundimtare që kanë nxjerrë çdo KZAZ për çdo qendër votimi dhe procesi administrativ i ankinimit pa diskutim që po ndiqet dhe do të ndiqet, por duke qenë se kemi një makineri të tillë që është kthyer në sistem dhe pa diskutim gjitha institucionet, qofshin këto dhe të pavarura, janë në ndryshimin e këtij sistemi, këtu lind nevoja e një palë të tretë, si puna e atij gjyqtarit, që del mbi palët dhe jep një verdikt përfundimtar. Besoj këtë e diskutuam. Unë të pyeta çfarë do të ndodhë me leadershipin nga tani e tutje, kush do të mbajë përgjegjësi, vetëm drejtuesit e qarqeve? Ka diçka sa i përket përgjegjësisë, qofse do ishin në kushte normale garimi dhe jo përballë suel qelës, xhabapëve, troplimve e tjerë në radhë, qofse do ishin kushte normale, atëherë po do bëj analiza dhe do i kërkohej përgjegjësia duke filluar nga kryetari në vazhdim. Por në kushtet ku ti ke garuar me bandat, ke garuar me strukturat parapolitike, patronatiste të Partisë Socialiste, nuk mund të quhet më garë dhe nuk mund të orientohet përgjegjësia tek duke filluar që nga kryetari deri në vazhdim. Pa diskutim, për mua, si pesar, ka ndodhur një fenomen që në Tiranë ishte lista hapur, lokomotiva, ajo që mlodhi vota dhe lista mbyllur kryesisht u mor me strukturën e me çështje organizative, ndryshe duhej të ndodhte në rrethe. Nuk tërheqi vota në rrethe. Lista e mbyllur nuk ishte askund. Lista e mbyllur nuk funksiononte askund. Mimi, unë po them për Tiranë. Në Tiranë ka funksionuar pa vetë, nuk e di tani. Unë po them në rrethe, lista mbyllur do duhet të bënte atë lokomotivën. Duhej, me që përmendi, Gazmend Bardhi të dilte atje në Fier dhe t'i thoshte çdo fieraku, jam unë syri, veshi, zëri, interesi jot në parlament. Pas 11 majit, llogarit, le të themi, i ke me mua, jo me listën e hapur. Dhe këtë gjë do të bënte çdo drejtues politik dhe çdo kandidat tjetër që ishte në listën e mbyllur. Po pse të rezulton që nuk ja ka lënë të kuptohet diçka e tillë zoti Bardhi? Në vlerësimin tim, sidomos tre qarqe, Elbasani, Fieri dhe Vlora, ku janë cënuar edhe lista mbyllur, për mua janë qarqe dhe drejtuesit qarqe duhet të bëjnë radhë parë një raport i herë, ku kanë qenë dhe çfarë kanë bërë, sepse nuk mund të pranohet rezultati 11-4 në qarkën Fiera, apo në Vlorë dhe në Elbasan. Pa diskutim ka pas prezencë të bandave, pa diskutim ka pas prezencë të administratës, por gjithsesi ato objektivat e lënë nga Partia Demokratike minimalisht do duhet, pra ai objektivi dysheme i lënë nga partia do duhet të arrihet. Përsa kohës është arrit askjo, duhet parë dhe nga vetja dhe drejtuesit duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë rezultat. Besart, faleminderit shumë. Avokat Çaça, faleminderit. Përshëndes. Si gjithmonë. Vetëm pak minuta publicitet. Rikthehemi edhe flasim për zhvillimet më të fundit në Kosovë. Gërçi politik, por jo vetëm. Sot kemi pasur një vizitë të rëndësishme nga komuniteti evropian, siç është zonja Kallas. Në rrjedhën e pandalshme të jetës.